Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do ndjekim një blok të lajmeve që kanë karakterizuar ditën e sotme, ku e nisi presidenti i vendit me takimin me kryeparlamentarin e Hungarisë, po ashtu pati edhe zhvillime të reja. Besnik Bislimi është intervistuar nga prokuroria speciale, po të reja pati edhe nga bota, ku po vazhdon lufta ndërmjet Iranit dhe Izraelit, ku edhe këtë herë pati sulme ndërmjet të dyja vendeve. Për këto dhe shumë detajet të reja, ne do ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga desku i lajmeve i DTM Media. Zëvendës kryeministri në detyrë, Besnik Bislimi, ka akuzuar mënyrën se si është trajtuar intervistimi i tij nga prokuroria lidhur me hetimet për funksionalizimin e fabrikës për nënproduktet shtazore në Drenas. Bislimi, pas intervistimit nga prokuroria speciale, ka shkruar në Facebook se ndonse ishte ftuar në cilësinë e dëshmitarit, intervista një orëshe gjysmë nuk përmbante asnjë pyetje që, sipas tij, i drejtohet zakonisht një dëshmitari. Sipas Bislimit, informacionet që ka dhënë mund të ishin siguruar përmes një kërkimi të thjeshtë, pa qenë nevoja për intervistim. Sot isha në prokurori i ftuar në cilësinë e dëshmitarit në hetimet e prokurorisë rreth funksionalizimit të fabrikës për nënprodukte shtazore në Drenas. Intervista zgjati diku 1 orë e 30 minuta dhe përgjatë kësaj kohe nuk kishte asnjë pyetje që mund të cilësohet si pyetje drejtuar një dëshmitari. Po ashtu arrita të konfirmoj që të gjitha informacionet që prezantova sot kanë mund të grumbullohen shumë lehtë pa patur nevojë fare për intervistim. Do të kishte mjaftuar një studim minimal për detyrat dhe përgjegjësitë e zëvendës kryeministrit brenda portfolias së integrimeve evropiane dhe një shfletim i shpejtë i raporteve për vendin ndër vite nga Komisioni Evropian, ka shkruar Bislimi në Facebook. Bislimi ka shprehur shqetësimin e tij për, siç thot ai, praninë e portaleve në hyrje të ndërtesës ku është mbajtur intervista, gjë që sipas tij nuk ndodh zakonisht kur ftohen dëshmitar. Nisur nga fakti se hyrja e ndërtesës ku u mbajt intervista ishte vërshuar nga portalet, gjë që nuk ndodh më raste të tjera kur ftohen dëshmitarët, dhe nga përvoja e nxjerrjes në media të lajmit për intervistim, saktësisht kur po zhvilloi takimi trilateral i dialogut në Bruksel, deli pashmangshëm përfundimi se qëllimi parsor i kësaj interviste ka qenë prodhimi i lajmit medial ku eksponentë të qeverisë bëhen pjesë e titujve bashkë me termin skandal. Skandal që origjinën nuk e ka as në Ministri të Linjës e as në prokurori, por te eksponentë e medias. Kjo e vendos prokurorinë në një perspektivë jashtëzakonisht negative karshi përgjegjësive që ka dhe orientimit që ka zgjedhur të ndjek. Do të ishte me interes të shumëfisht që kjo qasje të rishikohet. Bislimi ishte ftuar në kuadër të hetimeve që lidhen me kontratën për mbetjet nënshtazore të Ministrisë së Bujqësisë e drejtuar nga ministri në detyrë Faton Peci. Prokuroria speciale ka thënë se Besnik Bislimi u intervistua në cilësinë e dëshmitarit. Kosova dhe Ballkani janë në shenjestër të propagandës ruse. Rrjeti propagandistik rus, Pravda, është një operacion online i koordinuar me Kremlinin zyrtar, që shpërndan përmbajtje të ndryshme proruse, përmes uepaqeve të maskuara si portale informative. Kështu u tha në konferencën Sfidat e çrregullimit informativ në Kosovë, e organizuar nga Hibrid.info. Sipas një hulumtimi, në artikujt e publikuar nga rrjeti propagandistik rus Pravda në gjuhën shqipe, Kosova mohohet si shtet, kërhasohet me krimen dhe akuzohet për terrorizëm institucional ndaj komunitetit serb. Në publikimin e raportit, rrjeti propagandistik rus Pravda dhe Ballkani, që ka targetuar edhe audiencën shqipfolëse, tregohet se domeni Pravda në Shqip është aktiv që nga marsi i vitit 2024, ku deri në prill të këtij viti janë publikuar rreth 3000 artikuj në gjuhën shqipe. Hulumtuesi në Hibrid.info, Festim Rizanaj, tha se rrjeti propagandistik rus Pravda është një operacion online i koordinuar me Kremlinin zyrtar, që shpërndan përvojtje të ndryshme proruse përmes uefaqeve të maskuara si portale informative. Rrjeti Pravda është një operacion online i koordinuar me Kremlinin zyrtar, propagandistik pro-rus, i cili shpërndan narrativa të ndryshme dhe përmbajtje të ndryshme nëpërmjet domenve dhe subdomeneve apo faqeve të ndryshme websajte të maskuara si portale informative. Automatikisht ato përkthehen në gjuhë të ndryshme, për shembull nëse është e një shteti të caktuar, publikimet janë në anglisht edhe në gjuhën e shtetit të caktuar, që kjo domethënë ka përmbajtja apo forma të ndryshme të përmbajtjeve të publikuara nga Pravda në mbi 80 shtete të botës, nuk publikojnë artikull original, artikujt janë të ripublikuar nga burime të ndryshme ruse.
Pravda, domethënë ekziston edhe domeni apo portali i maskuar, domethënë domeni i maskuar si portal, domethënë Pravda aktivi është Albanian Pravda, domethënë newspravda.com. Kjo ka filluar prej marsit të vitit të kaluar, se janë disa faza domethënë të Pravdas në Shqip me disa domene, ku shpërndahen përmbajtje të ndryshme në Shqip edhe në anglisht. Ky domen domethënë prej marsit të vitit të kaluar deri në prill të këtij viti, dikun rreth afro 3000 artikuj janë publikuar në gjuhën shqipe, njëkohësisht edhe në anglisht, për shkak të përkthimit automatik. Këto kanë edhe kanalin në Telegram, po ashtu edhe në rrjetin e videove që është Rus VK. Ai tregoi se Pravda ka edhe kanalin në Telegram, rrjetin e videove VK. Qëndërsimi i këtyre artikujve është mbi ngjarjet globale, ku bota domethënë si sesion dominohet për shkak se synohet që narrativat ruse mu plasu në këtë luftën hibride informative me i ballafaqu me narrativat perëndimore. Po ashtu Rusia është ngjarjet mbi Rusinë dhe shtetet përreth Rusisë, se çka po ndodh me i paraqit domethënë perspektivat ruse. Një përqindje e vogël është mbi Shqipërinë, Kosovën edhe Ballkanin perëndimor. E kena vënë që përkthimet janë jo të mira, për shkak se përdoret platforma Yandex ruse për përkthimet e artikujve në Shqip, edhe shihen disa deformime gjuhësore. Mungon në rrjetet sociale që përdoren të na, për shembull Facebook, TikTok, Instagram, thash është veç në Telegram edhe në VK. E kena kthyer edhe faqen mbi bazën ditore se sa ka vizitor kjo Pravda në Shqip. Në një prej ditësh ka pas dikun 11 vizitor organik, po e kom qujt indirekt ndikimin për shkak se ideja e këtij rrjeti është që thjesht me mbush këtë infosferën digjitale me përmbajtje të narrativeve ruse edhe në Shqip. Rizana i tha se pavarësisht numrit të artikujve në gjuhën shqipe, ndikimi drejt për drejt në audiencën shqiptare është i ulët. Kjo, siç tha ai, por shkak se në përkthime ka deformime gjuhësore dhe se mungon shpërndarja e tyre në disa nga rrjetet sociale që përdoren më shumë në Kosovë. Ai potencoi se fokusi i këtyre artikujve është mbi ngjarjet globale. Rizanaj, qëndërsimi i këtyre artikujve është mbi ngjarjet globale. Ndër të tjera, në konferencë u tha se qëllimi i rrjetit propagandistik rus Pravda është edhe manipulimi i inteligjencës artificiale, duke ndikuar në sistemet e AI që gjatë gjenerimit të përmbajtjeve të kërkuara t'i vendos narrativat ruse. U kthejmë në studio portofolur në lidhje me komunën e Suarikës, të arriturat atje dhe sfidat që kanë qenë për këto 4 vite mandat sa kishte kryetari Vali Marremaj. Zotri Marremaj, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për juve. Kryetar, si kanë shkuar këto 4 vite në komunën e Suarikës, cilat kanë qenë sfidat kryesore në këtë komunë dhe a keni arritur të implementoni shumicën e planeve që ju e keni paraparë për komunën e Suarikës në këto 4 vite mandat? Po, me thonë të drejtën shumicën e projektet që kena pas të paraparë dhe që kena pas të kimi kemi arrit në realizue. Një dhe sfidat më të mëdha në kanë përcjell të 3 vitet e fundit kontratat kolektive, ku prafërsisht dikun mbi 9 milionera kanë marrë nga buxheti i komunës për mi kry këto kontrata. Edhe pse një shumë goxha e madhe, kryetar. Për komunën tonë është shumë e madhe, pasi jemi një komunë e mesme, po sot qoftë ne kemi arriti të kalojmë të sfida, vetëm këtë vit, domethënë deri tash para një muaji kanë marrë dikun më zgabofsha 1.1, tash kemi një konfirmim që ta marrë 1.5. Vitin e kaluar kanë marrë dikun 4.5, edhe në 2020 1.5, domethënë vlerat prafërsisht dikun 9 milionera, por sot qoftë po mundohemi këto shpastina me mbulu me tyra tjera nga donatorët, nga ministritë, kështu që edhe të vazhdojmë me punu. Kjo është një sfidë, tjera sfida s'kem pas, nuk na kanë përcjellë për këtë mandat. Ka shumë rrezik, ka shumë punë, ka shumë zhvillime, ka shumë ndryshime në shtetin e Suarikës. Një ndër projektet më të mëdha është përfundimi i rrugës Skënderbeu, që ka përfshirë autostradën me rrugë me 4 kursi, me standarde europiane, me gjithë infrastrukturën nëntoksore. Ne ashtu jemi në përfundim të sheshi pjesa 2, që është një projekt mjaft i madh. Kem kryer shtëpinë e kulturës, domethënë u bytyçi që është vlera prafësisht mbi 3 milionë euro.
Sa i përket qerdhës, po mdoket prim në Republikën e Kosovës, Komuna Sarekës momentalisht ka 9 qerdhe të fëmijëve në Komunën Sarekës. Salla sportive çdo vit kemi ndërtu nga 3 salla sportive në përfshatra. Jemi të punu në salla sportive në Bukash, po fillojmë shumë shpejt në fshatin në Peçan. Një ashtu kemi ndërtuar shpinë e kulturës në Moshtes të Afrodita, që kemi përru para, më zgabuar dikun para 2 muaje. Jemi të ndërtuar dhe shkolla me buxhet komunal, vitin e kaluar kemi kryer shkolla në fshatin Mastev, shumë shpejt do startojmë në fshatin e Përbishtë, në shkollë kemi nevojë. Kemi punuar sa i përket turizmit, infrastrukturën, kuptohet në përfshatra, ujë, kanalizim, rrugë, parqe, konde, lojna për fëmijë. Që kemi bërë shumë punë që shihen në Komunën Sarekës, një shtet i pastër komplet si Komuna Sarekës, me plot lule në qytet, kështu që kemi pas ndryshime, të i falendruar gjitha këto ndryshime kanë marrë, të i falendruar shtetarët edhe biznesin e Sarekës, në kanë një përfaqe mjaft madhe. Kryetar, unë kam pa që jeni shumë aktive edhe në për fshatra, pa bani dëgjime publike, e sidomos në ato që kanë të bëjnë me buxhetin, diçka që jo shpesh shihet edhe shumë interesim të qytetarëve për të marrë pjesë në këto dëgjime publike. Është proponi me ligj, tash në fund të muajit në fund të këtij muaji shkon kurriza për 3 vjeçare, domethënë ne kemi obligim me dalë në përfshatra dhe marrën kërkesat e qytetarëve. Mandej ne çka kemi mundësi me shtim buxhet shtim, domethënë, po buxheti historik ka në bazë numrit të banorëve. Domethënë se kemi shkuar në atë metodë. Mundohemi me këto kërkesat pa dalë në terren dhe pa biseduar me banorët në përfshatra në vjedisë të këtyre kërkesave, kështu që është obligim i joni më shumë kontroll në nxyrë, por sidomos terrenin duhet ta përcjellim. Edhe punë që kryejnë vazhdimisht në terren, përcjellëm në ashton sekretar vetëm inspektor punimit, po përgjithësinë kryesore kanë mbikëqyrësat, ato statikat, mapi xherozike, çdo fund duhet të dorëzohen. Po çdo çoftë ne po tham ka pasur ndryshime mjaft të mëdha në Komunën e Sarekës për këto 4 vite. Kryetar, tashmë është vera edhe na vinë edhe mërgjimtarë, ta keni bërë diçka në lidhje me lehtësimin e kësaj periudhe, duke ditur se ka goxha shumë njerëz që jetojnë jashtë vendit, edhe nga komuna e Sarekës. Fillon të drejtën vazhdimisht për që bëjë kryetarë, parkingjet i lëshojmë, shkolla pasi se shkolla kanë në pushet. Qytetarë do të thonë diasporës që s'paku me hub sa më pak kohë për rregullimin e dokumentave, të kalojnë me familjen parkingun e komunës, një ashtu të gjenda civile e shtojnë orarin e punës për shkak të këtij punë më shumë. Një ashtu kemi takime të rregulla, bashkë bisedojmë për zhvillimin ekonomik në komunën tonë. Këto janë bisedat tona që zhvillohen me diasporës, dhe mos prej 15 korrikut deri në fund të ngushtit ndryshon Komuna e Sarekës, për arsye se kemi numër mjaft madh të diasporës që vinë të vendit përfundimit dhe qyteti i Sarekës qëndrohet në rrugën e Peshkut. Kryetare, ndërkaq sa i përket gjendjes në arsim më intereson, sa keni arritur të bëni digitalizimin e shkollave, duke ditur se është pjesë e plan punuesve të mësimdhënësve, pra për shkak të kurrikulave të reja, gjithsesi duhet të parashihet që të ketë edhe digitalizim në shkolla. Keni arritur të bëni në këtë pjesë, sa keni arritur të implementoni planet të arsimit? Jemi të punu vazhdimisht me performancë dhe punë për vitin e kaluar kemi pas 100 pikë, domethënë se përket sektorit të arsimit, është edhe ndërsi, për shembull ne kemi edhe kamerat e vendosur në shtetin e Sarekës, kemi vendosur kamera para 10 vite 2 javë komplet të kemi mbuluar fshatin Moshtes. Kjo është më shumë për shkak të sigurisë. Mirë po jemi në rregull, domethënë ose përket shkollës, ose sa përket këtij sistemi, po mund të thonë që derisa kemi 100 pikë de performancë ne jemi të kënaqur me punën e arsimtarëve të profesorëve në shkollat e Komunës së Sarekës. Kemi mjaft nxënësa të mirë, mjaft aktiv, shihen edhe për grupe punuese, shihen edhe për gorat që marrin krize, ose çoftë jemi të kënaqur me punën që zhvillohet në arsim. Kryetar, po në kulturë, sa keni arritur të punoni, duke ditur se mjaft këngëtar të estradës tonë vinë edhe prej atij vendi, unë kam parë që keni përruar një shtëpi të kulturës atje, mirë po, çka tjetër është bërë sa i përket çështjes së kulturës në komunën e Sarekës? Mirë thonë të drejtën, në kulturë dhe në sport, po ndoket që jemi nishin në Kosovë, po folim në bazë numrit banorëve, ne jemi në komunë mesme, shiqoni kemi klubet në Super League, kemi klubet që marrin pjesë në Conference League, klubin e basketbollit, klubin e futbollit, klubet e voleybollit femrave, kemi tenisit, kemi judos. Sa përket kulturës, kuptohet se shtëpinë e kulturës një ndër shtëpiat më të mira në Kosovë, shtëpia e kulturës u bëti që në qendër të shtetit, një ashtu kemi edhe shtëpinë e kulturës në fshatin e Moshtes, kemi ndërtuar,
startojnë në shtëpiat kulturës e në përfshatat tjerë, por zot qoftë ne jemi të kënaqur me aktivitetin që zhvillon. Ne patëm rast para disa ditë ke dita e shlerimit së Rektrama Qeshori, komplet artistat e komunës së Arekës e kanë zhvilluar koncertin që është marrë në shesh dikun prej orës 20 pas ditët e orë të mbrëmjes. Këtë zbon artista, po them me prodhime vendore me artistat tonë komunës së Arekës. Me gjitha aty jeni shumë lokalist si duket kryetar, apo jo? Ne ju kemi dhënë edhe komuna tjera, ne kemi për shembull Bilbilet e Mostisit, domethënë që e mburët juve Sareka, po ndoshta edhe Kosova troja shqiptare, domethënë nuk kemi lokalista, ne jemi zemërgjërë dhe punojmë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallim. Kryetar, si është gjendja me ujë të pishëm në komunën e Suarekës? Është furnizuar i gjithë rajoni i Suarekës me ujë të pishëm? Ju them të drejtën, çdo vit dajmë mjete për shtimin e sasisë së ujit të pijes. Kjo kompetencë i takon Hidroregionit, është një kompani shtetërore që jep llogari Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, por ne sidoqoftë vazhdimisht kemi memorandume të bashkëpunimit me Hidroregionin dhe dajmë mjete. Momentalisht kemi dhënë mjete tash për rrugën në një rrugë që kemi me shtutsasin e ujit në fshatin e Suarekë. Do ta furnizojmë edhe një pjesë hymja që shkon për fshatin e Peçan. Ne ashtu kemi shpallje të ndër për ujësias në fshatin Slapozhan. Kështu që kemi 2 puse të reja domethënë mishku me këshyra ka ujë sasi për fshatin Nishor, po vazhdimisht dajmë mjete, mirë po kompetencë kësisht është në kompetencët e Hidroregionit. Kryetar, për ndërkaq gjendja me rrugë, sa është punuar që të ndërtohet infrastruktura në komunën e Suarekës? Ju përmendet një nga rrugët kryesore që ju tashme keni përfunduar, mirë po këto rrugët tjera keni arritur të implementoni sa i përket çështjes së infrastrukturës rrugore në komunën e Suarekës? Jo, nuk kemi e Suarekës, është mirë natë me të prumë mbrëmje, edhe me të shumë fshatet Suarekës, të kemi thonë që nuk kemi në Suarekë, nuk kemi Kosovë, po jemi dikun të rëndin. Ne krahas kemi punu edhe në shteta në përfshatra, nuk kemi ndalime, po është bërë një punë shumë e madhe në përfshatet e komunës Suarekës. Po në fundit do të fillojmë lidhjen e fshatit me fshat, kemi lidhë shumë fshatra, po kemi edhe një 5 rrugë, që çdo fshat është lidhur me fshatra të tjerë, dhe kështu që shkurton rrugën ose mos në kriju të llovi në qytet ose në përfshat. Një punë goxha e mirë pra kryetar, keni arritur që të bëni shumë ndryshime në komunën e Suarekës, mirë po dihet se nuk po kemi konstituim të kuvendit të Kosovës, ndërkaq ka mbetur një buxhet i Bashkimit Evropian që është dashur të ndahet për komunat e Kosovës i ngujuar, mbetur peng për shkak të kësaj gjendje politike të cilën jemi. Si e shihni juve e gjithë këtë kaos politik, të themi? Për lidhën pak me parë, me ditë se sa është punon Suarekë, nuk është mirë me vetë kryetarin e komunës, por është mirë me vetë qytetar, pa dallim në ato. Jo, ne kemi marrë komente goxha shumë nga qytetarët sa i përket komunës së Suarekës. Sa i përket puna e konstruimit parlamentit, me të vërtetë jemi me një kohë që më thonë pa kohë, për mua po foli tash si qytetar, jo sekretari i komunës, kjo nuk kisha pas dëshirë me ndodhur në asnjë vend, po jo më stolim në Kosovë, për shkak mbi 30 seanca ose mujt më zgjedh institucionet domethënë më të larta të vendit, kryetari i parlamentit edhe nën kryetar, kështu që kisha pas dëshirë që tulen gjitha partitë politike, liderët tulen bisedojnë dhe të dalin kritik dërsi politik për arsye se kjo shkon në dëm të qytetarëve të gjithë pa dallim. Edhe në kohën ku jetojmë, jemi të humbur kohë, ne do të më shkojmë përpara, do të kemi organet jo vetëm institucionet e Republikës që janë parlamenti, por edhe qeveria të vazhdojmë me punë pasi se është periudhë një blokadë që nuk është e mirë për qytetarët tonë, dhe në kohën ku jemi të jetuar, duhet kemi kujdes se këtë vend të falendru gjakun e dëshmorëve të herojve, ne të jesëm këtë kohë pa kështu nuk më duket për vetë populli jo mirë. Ja, kryetar, mirë po ky buxhet i ndalur, sa projekte ju ka ndaluar juve që t'i realizoni? Po si që tash projektet ne ju dini që buxheti me një komunë ka kalu vitin e kaluar shtator për këtë vit, e kemi problem që këtë mirën mjetet na jesëm punë të fillojnë, jesëm gjysë pa kry, po si do të qoftë do të mundohna këtë vit të përfundojmë gjitha punë që kena pas me plan program, do të mundohme me marrë pjesë mjetet tjera dikun tjetër, s'kon me filloj nga donatorët, mirë po projektet do të vazhdojnë dhe të kryen këtë të në fund vitit që shënë prapone kanë në program. A ka donator të gatshëm që t'ju ofrojnë ndihmë kryetar, a keni hasur në mbështetje të donatorëve? Është interesant që sot të hap një lajm sot dhe veç e firmosën në 2 marrëveshje që vlera është 1.5 milion euro. Ndërtojmë 20 shtëpi për familje skamnore ku komuna jep 100.000 euro
Shoqata e Hetimet e Ballkanit japin 5.000, domethënë për një shtëpi që vlera 30.000 euro, komuna jep 5.000, shoqata e Hetimet e Ballkanit japin 25.000. Është një projekt shumë më rëndësi e objektin e zjarfiksa, po startojmë, sot e firmosëm një marrëveshje, po vlera është 850.000 euro, dhe 250.000 euro pagun komuna, 600.000 euro pagun shoqata e Hetimet e Ballkanit, për arsye se për mu herojt të pasueshtarëve në Kosovë janë zjarfiksa që duhet të kryejnë kushte më të mira pasi që ata janë shërbim qytetarëve 24 orë. Vërtetë, sidomos gjatë periudhës së verës kur kemi edhe probleme me zjarret. Ose me thonë të tre drejtën, keni për shembull kompani tona që kanë ndërtuar objekte në komunën Sareke, si kemi kompaninë Mifail Gashi që kanë ndërtuar objektin për persona me aftësi kufizuar me standarde europiane që vlera është diku 500.000 euro. E kemi Valen Vatën, një kompani tjetër e cila ka ndërtuar objektin komplet për sindrom Down dhe autizëm që vlera prapërisht 400.000 euro, ose Valen Vata ka ndërtuar komplet qerën e fëmijëve në Sarek. Kemi kompani që ka ndërtuar rreth rrotullimit në Sarek, kemi kompani që ne ka pru shtyllat, ka porositë në Itali ku kanë vendosur këta mujt komunën Sarek, kështu që kemi mjaft donator nga komuna e Sarekës, pa çka është me rëndësi me cek. Këta donatorë asnjëherë nuk kanë konkuruar në punë me kryen komunë, e nuk ta kanë kryer këtë punë vetëm për interes qytetarëve. Ja, kryetar, gjendja në shëndetësi në komunën e Sarekës si qëndron, a keni arritur që të mbuloni të gjitha kërkesat e qytetarëve në komunën e Sarekës sa i përket stafit shëndetësor, po ashtu edhe infrastrukturës ambulastike që bëhet në komuna? Ja, më thonë të drejtën është një befasi në komunën e Sarekës. Kohën e fundit, do më thonë, jenë të ndërtuar qendra të mjekësisë familjare në për fshatrat që i përfshin numër më të madh. Shumë shpejt shohet qendra mjekësisë familjare në fshatin Gjinot, që është e re me standarde komplet me pajisje. Shumë shpejt presëm e kemë bogatë dhe qendrën e mjekësisë në fshatin Stonçan. Vitin e kaluar kemi shumë në fshatin Duel, para 2 vite kemi shumë në fshatin Mushtisht. Kemë furnizuar 5 fshatra janë të furnizuar me laboratorët e biokemisë që nuk kanë nevojë qytetarët, disa fshatra marrë shtet. Një ashtu kemi në disa fshate që punohet me 2 ndrime, qendra mjekësisë familjare punohet me 2 ndrime, punohet në fshatin Duel, në Bukashën, në Stonçan, kështu që e kemi çka është me rëndësi një risi në komunën e Sarekës, se kemi 2 ekipe të mjekëve të infermerëve që bëjnë vizita në shtëpi, njerëz të moshuar, japin ndihmë në parë, japin infuzione, i kontrollojnë, dikon kryejnë mbi 500 vizita në shtëpi, kjo është e mirë që të dorë ndihmë njerëzve që kanë mbetur domethënë në shtëpi në komunën e Sarekës. Ja, kryetar, një arritje goxha e madhe që gjithë përfshirja e qytetarëve në shërbimet shëndetësore, po ajo që do të kisha dashur me ditë për fund është a do të kemi edhe një mandat tjetër në komunën e Sarekës, a do të konkuroni në këto zgjedhje që po na vijnë? Kuçani, në rënd parë për më bë kryetar vendosin qytetarët, ata vlerësojnë punën tonë. Unë respektoj të gjitha partitë politike që garojnë në komunën e Sarekës. Në fund ne jemi partner politik, është një garë. Në fund fiton ai që merr besimin e qytetarëve, kështu që presëm me 12 tetor me vendosë qytetarët e komunës tonë, me vlerësu punën ose me ndëshku punën. Pra ju do të jeni edhe në një kandidaturë të re në këto zgjedhje të ardhshme, apo jo kryetar? Po, vetëm e kena shpallë kandidatuar, nëse marrë miratimin nga organi më i lartë, nga Këshilli Drejtues, e startojmë me punë, njëjtën kohë, përgatitim të fushat për muajin shtator, dhe kështu që kemi një garë shumë më rëndësishme në komunën e Sarekës në muajin tetor. Unë është për rastin me rrugë sukses gjithë ata që garojnë për kryetarët e komunës, e drejt e çdo partie politike është me garu, mirë po gara zhvillohet fund, kështu që ju uroj në të fiton më i miri. Ne shpresojmë ashtu, kryetar, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë infodesë në ndash të gjitha të reja që kanë të bëjnë me komunën e Sarekës, e ne ju mirëpresim herave tjera në studio që të flasim edhe më gjatë sa i përket projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me këtë komunë. Faleminderit të juve, një ditë mbarë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. E neve të ndëruar shikues të infodesë do kthehemi në studio për të folur në lidhje me gjendjen politike në vend, të gjitha ato që kanë karakterizuar Kosovën këto ditë, pra patëm një intervistim të zotri Besnik Bislimi në prokurorinë speciale, po për këto dhe shumë detajet të tjera që ndroni me neve. U kthejmë në studio për të folur në lidhje me gjendjen politike në vend, dje patëm seancë në radhës, e cila edhe këtë herë të shtojë, ndërkaq nesër në pret një seancë tjetër. Po për këto dhe shumë detajet e tjera me mua në lidhje direkte, është analistis Shemsia Shali. Zotria Shali, faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë infodesë. Merci, si gjithmonë, faleminderit. Zotria Shali, neve pam edhe një dëshim të radhës të seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, si duket se nuk po i dihet fundi kësaj çështje.
Po pa kjo pa përgjithësi duket që po ka fond edhe thënë të drejtën askush nuk ka pas mundësi ta parafikoj se kaq e madhe është pa përgjithësia tek liderët që të zgjejnë zgjidhje në një kohë kur Kosovës më së shumti i duhet një qeveri stabile, një qeveri që e din në aspektin strategjik se çfarë kërkon nga bota e tradhuar rreth nesh dhe duket se sikur ka kaluar në normalitet, që në fakt është për me u shqetësuar shumë se si ka mundësi që gjithë shtetet të mbahet peng për shkak të interesave të ngushta partijake të një individi dhe askush të mos të çaj kokën se pse po ndodh kjo. Po ndodhi kurti. Po, zoti Kurti, nuk po jap ndonjë deklaratë konkrete se pse po ndodhet gjithë kjo situatë. Po ne kemi pasë se sa herë që s'ka çfarë thotë, dhe sa herë që e shpihet hapta se ku qëndron faji dhe faji është në anën e tij, ai i ik ballafaqimit me publikun, i ik transparencës ndaj publikut, ndaj votuesve të tij, ndaj qytetarëve të Kosovës, dhe kjo është tërësora dhe një injorim që ja bën mandatit e tij si më i votuari në zgjedhjet e fundit si subjekt politik. Sepse pavarësisht rolit që e ka, secili prej atyre që kërkon mandat qytetar do duhej të ishte transparent, të ishte qartë vizionin se për çfarë qëndron edhe çfarë kërkon, dhe të mos bëj këti sjelljesh që janë injorim total i betimit qytetar. Domethënë asnjëherë nuk deklarohet, asnjëherë nuk dihet se çfarë kërkon. Përkundrazi i fut në para mediave disa eksponentë televizave të vendosje, disa zyrtarë atje që të gjithë e dinë se përveç rolit të zëvendësit qëndrimeve të zotit Kurti nuk përfaqëson asgjë tjetër. Mirë po, zoti Ashari, ne pam edhe një herë që po pritet një vendim nga kushtetuesja që ta jap fjalën e saj sa përket të gjitha këtyre katrahurës politike që mund të themi që është krijuar në vendin tonë. A pritni ndonjë vendim konkret për lidhje me këtë çështje, se çysh do të mbet fundi i kësaj çështje? Të gjithë po flasin për zgjedhje, po ndërkaq se edhe për zgjedhje nuk është se janë gatshëm, se shumicës deputetëve mundet edhe një herë t'ju lëkundet ajo karrikja në të cilën janë akomoduar, më falni. Tash sa kohë, po shkojnë për 15 minuta në seancë dhe edhe po dalin jashtë saj. Gjykata kushtetuese patjetër që do të kthejë përgjigje, por kërkesa për interpretim nga gjykata kushtetuese është e kufizuar. Është e kufizuar vetëm në procedurën e votimit, ndryshimit procedurës të votimit nga e hapur në të mbyllur, dhe besoj që gjykata kushtetuese do ta qartësoj këtë çështje edhe pse është e qartë në kushtetutë, po interpretimi ka qenë i qëllimshëm për të barikaduar, për të mos ecur me tutje në afatet kushtetuese që fillojnë të ecin pas konstituimit të vendit. Por ajo çka mendoj që nuk do të zgjidhet është që gjykata kushtetuese nuk del përtej kërkesës që i ka drejtuar, nuk del me interpretim shtesë. Dhe ne, përveç procedurës së ndryshuar gjatë rrugtimit në Kuvend, kemi problem tjetër me marrëveshje politike, me nevojën urgjente që ka Kuvend për krijem të institucioneve e që nuk po reflekton leadershipi i lëvizjeve vendosje. Do thotë nuk i ka numrat, nuk do të bëj marrëveshje, nuk do të bëj kompromise, dhe këto është çelësi i problemit që unë mendoj kushtetuesja nuk do ta zgjidhë. Mirë po, edhe këto partitë tjera opozitare duket se po e presin edhe një fjalë të kushtetuesës, a mund me ndërmarrë diçka partitë opozitare? Mund të jemi opozit me qenë se kanë qenë në mandatin e kaluar. Si që është LDK, PDK, ne pam një nga dishmëritë e LDK-s me atë 15 pikëshin e famshëm të cilën e propozoi LDK-ja, por ndërkaq që nuk është që pati dakordim edhe për këtë çështje. Partitë opozitare nuk kanë mundësi të ndryshojnë gjendjen pa ndryshuar vendosje për një arsye. I pari për nga numrat është i pari dhe për nga drejta për të provuar që të bëjë institucionet, këtë rast për të propozuar emrin e kandidatit për kryetar Kuvendi, dhe pikërisht kjo drejt është ka marrë pezull krijimin e institucioneve. Do thotë lëvizja vendosje ka të drejtën e propozimit, partitë opozitare nuk detyrohen patjetër të votojnë për këtë kandidat, dhe tashmë po duket që
janë të vendosura pas 33 tentimeve që të mos e votojnë këtë kandidate për kryetar të vendit, dhe ajo që do duhej ishte që të dominoj arsyeja para inatit politik, para interesit politik personal dhe partijak i lëvizjeve të vendosje, pasi që partitë opozitare janë treguar mjaftueshëm fleksibil, duke e paralajmëruar në publik se do të ishin për ndonjë kandidat tjetër, përveç dhënies në fjalë, e cila shihet nga gjitha partitë si tepër instrumentalizuar, tepër me gjuhë të ashpër dhe fyesen dhe partive të tjera, jo unifikuese dhe shumë arsye të tjera. E këtu pa përjashtuar edhe atë nevojën për një fitore politike të njëhershme që partitë politike më dispresin që ta bëjnë. Kjo zonja Albulina Haxhiu po bëhet e një farloj si kukla e Albin Kurtit, i cili nuk po don që ta vendos një emën tjetër për para dhe të shkoj kjo çështje për para, duke ditur që geopolitika botërore po ndryshon. Çështja në botë tashmë është lëkundur me këto luftra të cilat kanë marrë goxha për masa të mëdha, ndërkaq që neve nuk mundemi me zgjedh një çështje që është shumë e thjeshtë, edhe një dakordim që është dashur që të bëhet më njëherë nga partitë politike. E tash së fundi kemi edhe Donald Trump, i cili tha se do të hedhë sy nga Kosova dhe do të merret edhe me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Një lajm i mirë, po sa jemi të gatshëm ta presim këtë lajm? Pikërisht qendrimi amerikan rreth implementimit të marrëveshjeve dhe mbylljes së çështjes Kosovë-Serbi, mendoj që është arsyeja kryesore pse zoti Kurti proceduralisht, qëllimisht është kurthuar në disa procedura me kuvend, duke tentuar që fajin e vet për mos konstituojnë këto aholl partive tjera, vetëm për të ikur ballafaqimit me zotin Trump dhe kërkesat e administratës Trump për të ecur tutje në një marrëveshje finale Kosovë-Serbi. Do thotë zoti Kurti ka mungesë guximi për të marrë përgjegjësi ashtu siç ka kërkuar vota dhe siç ka marrë mandat qytetar. E din, sikur është konfirmuar tashmë edhe përmes një deklarimi publik nga zoti Trump, që në mesin e konflikteve të rëndësishme në botë që kërkojnë të mbyllen dhe të arrihet marrëveshje, e ka futur edhe Kosovën edhe Serbinë si dy shtete që duhet të gjejnë zgjidhje dhe të ecin përpara me një plan i cili kishte filluar me Severin Hoti dhe për arsye që tashmë dihen dështoi për të implementuar për shkak se qeveri ra pastaj shkon në zgjedhje dhe erdhi lëvizja vetëvendosje. Po çka po duhet të thonë është që zoti Kurti nuk e ka problem emrin e Albulina Haxhiut, e ka si mjet për ta bllokuar konstruimin e institucioneve, për të ikur përgjegjësisht për aq sa mund të ikë dhe të vonoj këtë proces. Unë kam frikë që e njëjta do të vazhditet deri në marsin e vitit 2026, kur patjetër duhet të shkojmë në zgjedhje për shkak të mandatit e presidentes kur i ka dhënë, dhe duhet që të zgjedhë presidenti i ri dhe atëherë me automatizëm kushtetuta parashtet që brenda 45 ditë të shkohet në zgjedhje. Mi po deri në 2026 është goxha disa muaj, zoti Jashari, i bie që neve të funksionojmë kështu me këtë qeveri e cila po merr vendime tashmë. Kemi parë edhe buxhetin shumë shpesh po e ndan, patëm rritje të pagave në sektorin publik, paga për lehona, sa është e mirë kjo çështje. Në rënd të parë kjo qeveri është pa mandat. Është pa mandat, edhe atë mandatin tranzitor që në kushte normale vetë kuptohet se ta ketë një qeveri në detyrë, tashmë është duke abuzuar me atë drejt për faktin që qëllimisht po i bllokon krijimin e institucioneve për të vazhduar pas seancës drejt në qeveri dhe të marrë vendime ku implikon barë buxhetore për shtetin e Kosovës. E kemi pa që e fundit aspekti ekonomik është duke vluar, bizneset janë të dëmtuara për shkak edhe të rritjes së energjisë elektrike, po edhe për shkak të ambientit pasigurt që është krijuar për të bërë biznes në Kosovë. Mandej ato që tektove edhe ju që geopolitika po ndryshon shpejt, konflikte të hapura në botë dhe gjithë kjo është një papërgjegjësi total. Ne patëm një pengesë në anën e rrjetit ku ishim duke biseduar në lidhje me ndryshimet geopolitike në vend, pra patëm edhe sulme të reja ndërmjet Iranit dhe Izraelit, pra sulme të cilat po vazhdojnë të përkeçohen. Zoti Jashari, apo më dëgjon tani? Po.
Rikthiem për të folur edhe një herë me lidhje me geopolitikën botërore, pra thamë se po ndryshon kjo gjendje në botë. Tashmë një shtet i konsoliduar, një shtet i përgjegjshëm, që ka leadership të përgjegjshëm, duhet ta shikoj jo vetëm hapësirën brenda territorit ku qeverisë, po edhe çfarë ndodh me fësinët e saj. Po shohim që konflikti, lufta që ka filluar tash 3 vite në Ukrainë, Rusi-Ukrainë, që ka marrë vëmendjen e botës, e sidomos kontinentit evropian edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku për ne janë shumë të rëndësishme. Pastaj lufta e fundit Siri, Izrael, Iran, ka bërë që Kosova ta ndi urgjencën për të u pozicionuar në aspektin diplomatik, për ditur çfarë kërkoj dhe për qenë afër vendimarrjes kur flasim për gjeopolitikën. Dhe Ndërka si Jashari ne dim që aspektin diplomatik ndërkombëtar nuk e kemi as pak në nivelin e duhur. Pra duken edhe rezultatet në gjitha takimet që i kanë bërë Ministria e Jashtme, pra nuk kemi as ambasada në shumicën e vendeve në përbotë. Kjo është një papërgjegjësi shtesë, domethënë që buron nga papërgjegjësia e leadershipit të lëvizjeve të vendosur, në këtë rast zotit Kurti, si është drejtues i qeverisë në mandatin që shkoi, në mandatin e plotë, dhe kjo përbën tashmë nuk është vetëm problem, është rrezik i drejt për drejt që po i kanoset Kosovës nga vetë shtresa politike drejtuese këtu. Më thonë, në një kohë kur ti duhet ta kishe diplomacinë duke vluar, duke qenë afër zyra vendimarrëse për të prezantuar qëndrimin e shtetit Kosovës, për të pozicionuar atu ku duhet me boshtin e së mirës, ne kemi zgjedhur këtë rast qeveria e Kosovës, zoti Kurti ka zgjedhur që ta dobësoj diplomacinë deri në atë shkallë sa dhe të mos dërgoj formalisht një ambasador që do të ishte minimumi një kontakt i parë me drejtues të shteteve fuqishme vendimarrëse. Prandaj rreziku që Kosova të përdoret si kartë kushërikse në një marrëveshje të gjerë gjeopolitike është shumë e madhe. Kush duhet të kujdeset për Kosovën nëse vetë përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të Kosovës, këtë rast qeveritarët tanë, nuk kujdesen për të. Prandaj kujt i bie maskeçti, i bie atij që nuk ishte në tavolinë kur merren vendime. Dhe historia e gjatë e kombit shqiptar gjatë rrugës ka treguar që atu ku nuk ka qenë mbështetja amerikane, Kosovës, popullit shqiptar në përgjithësi nuk i ka rënë mirë, edhe prandaj kemi një histori shumë me vujtje, shumë me sakrifica deri këtu ku kemi ardhur. Po me një fjalë, është imediate, është urgjente që zoti Kurti dhe liderët tjerë, partive tjera, të i kalojnë interesat e ngushta partijake politike dhe të mendojnë për interesin e vendit, sepse rrjedhimisht nëse nuk ecë mirë puna me shtetin e Kosovës, nuk ka si kjo ecë mirë me partitë politike. Pra, po flasim për një Kosovë e cila deri tani nuk është folur shumë në arenën ndërkombëtare. Pra, është hera parë që Donald Trump po flet diçka që do të ndërhyjë në dialogun Kosovë-Serbi. A do të jetë mirë për Kosovën një ndërhyrje amerikane? Pra, dihet se marrëveshja me Hotin ka qenë një stagnim i një marrëveshje se cila erdhi me një njohje, po ndërka që tani çka do të marrim prej kësaj ndërhyrje amerikane? A do të jemi në tavolinë me serbët në të njëjtin nivel, apo do të jemi më të ngritur si çdo herë sa kemi pasur amerikanët përballë? Po në rand para është mirë që më në fund amerikanët e përmendin Kosovën si një problem të pazgjidhur edhe si nevojë që të jetë në agjendën e tyre të prioriteteve për të gjetur zgjidhje. Ka qenë shqetësuese që këta muaj prej zgjedhjeve deri më tani asnjëherë nuk e kemi pasur vëmendjen amerikane të seksuar publikisht, ndonse jo zyrtarisht, besoj që ata kanë qenë gjithmonë këtu. Por kjo kthim i vëmendjes mendoj që vjen në një kohë kur koha për zgjetur zgjidhje për problemet gjeopolitike ku Kosova mund të bëjë pjesë, besoj që ka ardhur. Pastaj papërgjegjësia deri e palimit e leadershipit në Kosovë ka bërë që amerikanët mos presin më. Unë besoj që kjo heshtje e gjatë
dhe mungesa një ambasadori të emëruar në Kosovë ka qenë sinjal i drejt për drejt i Shtetet Bashkuara të Amerikës, një shprehje pakënaqësisë me qëndrimet dhe raportet që qeveria e Kosovës i ka ndërtuar me amerikanët, ose më mirë më thonë i ka pritur me amerikanët gjatë këtij mandati. Prandaj, unë besoj që aleatët tanë që kanë dorë në shtirimin e vendit tonë, në shëndërtimin tonë, nuk do të lejojnë që gjithçka të shkatërrohet për papërgjegjësinë e një lideri, por do të gjejnë forma që të marrin rol edhe t'i shtyjnë përpara për më të t'i detyrojnë që të ulen edhe të mendojnë për vendin, edhe pse kjo iniciativë do duhet vinte nga qeveria e Kosovës, jo nga jashtë. Mirë po ju thatë se ka pasur një prishje të raporteve ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, duke ditur ftojeve të raporteve ndërmjet këtë të dyja vendeve. A mendoni se do duhet të ishte një përfaqësim më ndryshe që edhe Amerika të reflektoj sa i përket këtyre çështjeve të dialogut që besoj që tashmë ka ardhur koha që t'i jepet një epilog? Në kohën kur ne kemi parë që lufta Iran-Izrael po zhvillohet në Kiev. Do thotë armet konvencionale që ne jemi mësuar me u gëzu me topë se kemi blerë disa armë dore, nuk janë duke u përdorur atje. Po flasëm për një botë që ka ndryshuar, për një raport të fuqive që ka ndryshuar e që Kosova nuk ka kapacitete as minimale për të ballafaquar një luftë të mundshme në rajon për shkak të mungesës së këtij armatimit që po flasim për ajër. Dhe prandaj është emergjente që Kosova të mos barikadohet pas kërkesave populliste, por gjej rrugë, gjej zgjidhje me aleatët tanë. Amerikanët kanë reflektuar ka kohë në raport me Kosovën, e kanë të dëshmuar tashmë, dhe krejt kush duhet të reflektojë është qeveria e Kosovës. Duhet të ulet t'i bind për nxjerrjen e maksimumit që mund të nxjerrët me mbështetjen amerikane, po ne diçka dihet që pa mbështetjen amerikane ne mund ta hupim gjithçka që kemi deri tash. Një çështje që është proklamuar këtë ditë është edhe çështja e vazhdimit të paraburgimit të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra, edhe Amerika shpeshherë Grenell ka folur për këtë çështje. A besoni që do të flasë Amerika edhe një herë në lidhje me këtë gjykatë dhe të vihet edhe kësaj një përfundim sa më shpejt? Po e që kemi pa me gjykatën speciale është një gjykatë politike, para se tjetë speciale, para se tjetë e drejtësisë. Kryeput politike për shkak të shkeljes të flagrante të drejtave dhe lirive të personave që mohan në paraburgim jashtë çdo afati ligjor të arsyeshëm, jashtë çdo praktike gjyqësore që e kemi parë deri më tash, dhe krejt kjo po ndodh në emër të drejtësisë. Mendoj që zëri i Shtetit Bashkuar të Amerikës është shumë i rëndësishëm edhe në këtë proces, në kuptimin e kërkimit të llogarisë, transparencës rreth vendimarrjes që pritet të merret në gjykatën speciale. Paska që unë nuk besoj edhe nuk do të ishte në rregull sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërhyjnin jashtë procedurave dhe nuk ndërhyjnë drejtësia ata, por ai çka pritet edhe çka do të ishte një kërkesë, një lutje nga ana e Kosovës në drejtim të Shtetit Bashkuara të Amerikës, e që do duhet të ishte kërkesë e qeverisë Kosovës, zyrtarisht që për fat keq nuk është që Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes mekanizmave të vetë që i kanë, ta monitorojnë punën e kësaj gjykate të padrejtë dhe politike dhe të mos lejojnë që në shekullin 21 në vitin 2025 një gjykatë në zemër të Evropës ku gjithë kemi pritur që do të ketë një drejtësi të anshme, kaq në mënyrë flagrante të shkelë të drejtat dhe liritë e personave, në këtë rast krerëve të UÇK-s, liderëve të luftës tonë çlirimtare, atje duke tentuar me çdo kusht për arsye shumë banale të i gjejnë argumentet për t'i dënuar, edhe pse tashmë ajo për çka është nisur gjykata speciale ka dalë shumë jashtë fushës së saj. Zoti Ashari, unë falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe të ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me gjendjen politike në vend. Si gjithmonë, faleminderit për mundësinë.
Ne patëm në lidhje direkte miku në emisionit ton të Infodes, ku folëm në lidhje me gjendjen politike në vendet. Të nderuar shikues të Infodes, neve këtu po e përmbyllim këtë emision. E do shihemi nesër në po të njëjtën kohë.